afërsisht dikun në 29-30 ajete përmenet fjala fitore në Kur'an. Nuk është pak. Në Kur'an një herë mu përmenet është kogja shumë. E lene më mu përmenet 29 herë apo 30 herë. Në shumë sure përmenet. E përmenet shumë sure të mëdhaja, si kërë surja Bakara, Ali Imran e kështë më radhë. Allahu Gjelle Gjelalu, përpëran një ajtë në surë Ali Imran, në ajtë 185, Allahu Gjelle Ola qëka thëtë? Kullu nefsin dha'iqatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawm al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allahu thot, çdo shpirt ka me shiju vdekjen. Shpërblimet të plota do t'i merrni ditën e gjykimit. Andaj Allahu thot, kushdo që shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn xhenet ka fituar. Ndërsa jeta e kësaj bote nuk është pas një mashtrim i shkurtër. A kuptoj fitoren? Shiko, Allahu po përmend të ndërrullazër fitoren si akt final, edhe po e përfundon trajtimin për fitoren përmes një sqarimi dhe kuptimi për rrugën që na zhvendos nga fitoria, e që është mashtrimi. Domthon treguesit se jetë të fitu është momentin kur arrin me shpëtu nga mashtrimet. Kur s'mashtrohesh. E në dunja ka shumë mashtrime. Të mashtrojnë epshet, të mashtrojnë joshjet, të mashtrojnë ofertat, të mashtrojnë mundësit e nëzituara e kështu me radhë. Ai që arrin me i shpëtu këti mashtrimi ka fitu. Për shkak se përfundimi është xheneti Allahut azza wa jalla. Ka shumë mashtrime në dunja të rrës, ka shumë mashtrime. Mashtrime që, thash, materiale, psharake, mashtrime për mes fjalëve. Sa njerëz i kanë mashtru me fjalët e tyre? I kanë mashtru. Për shembull, ai që njerëzve u ka thënë se më rëndësi është zemra, pastaj mu fale ma gjutë të shka është këpun, më rëndësi është zemra, cila zemra se di, për zemra, se zemra pa namaz nuk ka zemra e bardhë. Po me gjithat, kush i ka thonë se zemra mjafton. Cila zemra, mos me amenu dikuj të keqen, që ka që. Veç mos me amenu dikuj të keqen, hynë gjenet, mashtrim është. Kush që shtu jetën e kanë mashtruar. E sa fjallë tjera, sa kanë jetu njerët në sisteme, në përkacit saktuara dyshme, në fund e ka kuptu që e kanë mashtruar, e kanë rajtë, i ka shku jetë hoqë. E Allah më pëhat, aje që hynë gjenet ka shpëtu, e kush aje që nuk mashtruar.